1 miliard euro për 4 vite. Sa është buxheti për arsim total? Na absolutisht zotohemi që do ta ngrisim. Dihet që ka filluar më herët, para se marrë jo. Ka filluar në kohën kur lëvizja ka qenë pushtet. Në rregull është. Ju dosh me ditë sa keni buxhet. Po bë kërkesa për tabela digjitale, për plot kërkesa tjera. Për çdo sanini. Jo, këto këtë vetë kena bë. Nola pak të shifra që dha Jehona deputetja se është drejtore 1 miliard euro për 4 vite. I bjen 250 milion për 4 vite. Sa është buxheti për arsim total? Na absolutisht zotohemi që do ta ngrisim nivelin. Tash do të pas sinceritet në këtë punë. 250 milionë euro janë shumë veç për më dediku veç mësim territor. Është pamundur, jo që mëdhimin. E ju vendosja sa? Nuk shkon brekja me këtu. Kjo është zinxhir. Katër kësaj ti dosh me përmirësu cilësinë e arsimit. S'mundesh me diku 250. Kjo është cilësia e arsimit. E patas. Po çtosh. Ka të bëj krejt me çka bën. Mësimi territor ka shumë. Po m'fal. Ç'është dosh me shtimin i 2 minutat e tu. Mësimi territor është diçka që do të para punës më siguro hapësirat e nevojshme, për shkak se ka shumë shkolla që nuk kanë. Ai siguroni? Po. Në 4 vitet e ardhshme? Me siguru, nuk besoj që mund më përfshi keq shkollat në 4 vitet e ardhshme, nuk më prit ashtu. E para, e dyta, përveç kësaj, keni rastin e komunës Prishtinës. Në fakt, dihet që ka filluar më herët, para se marrë jo. Ka filluar në kohën kur lëvizja ka qenë pushtet. Në rregull është. Rëndësi është ajo bojë, Ideja është kështu, ideja sa është funksionale. Na kemi ankesa të vazhdueshme, për shkak se mësimdhënësit e njëjtë, ajo është e dedikuar që në kohën tjetër, në kohën shtesë, fëmijët me pas gjëra atraktive, domthonë mësim jashtëkurrikular, me në fushën e artit, në fusha tjera. Në fakt këtu ç'ashtu është? Po kush i ban çeta? Mësimdhënësit e njëjtë, po, na kemi pas ankesa të vazhdueshme kanë njerëz aty janë anku edhe prind, edhe mësimdhënës që janë detyruar me njëjtën kontratë pa shtesë me bë punë shtesë. Në Prishtinë jo. Unë po flas për Prishtinë. Paguam për orë shtesë. Me që ta përfundon, fal, arsimi le ta përfundon, mu po më intereson. Keni ndihmu komunës, nëse ka qenë një projekt cilin e keni pa që doni me pas sukses, pse nuk e keni ndihmu komunës? Me i sistemu, me rrit numrin e mësimdhënësve, me rrit buxhetin, që mandej se fjala është për komunë Prishtinës, po kjo ka mujt me qenë se cila do komunë. Bëhet në vazhdimsi, nëse na e fillojmë si pilotim, edhe na e kërkojmë, domthonë dikun, atëherë na normalisht investojmë. Nëse komuna. Domethënë doni me fillu jo, po dikush tjetër. Ani pse keni bu? Jo përveç pak ka dal. Okej, përgjigjuni 30 sekonda. Nëse ti vendos me pilotu në këto komuna, nëse ju e keni fillu, ju dosh me ditë sa keni buxhet. Me planifiku, por nuk ka qenë problemi buxheti. Ju ma herë thatë. M'fal përveç pak. Nuk ka qenë. A thatë kështu? Ka fillu në 2007, ka fillu më herët me shpendamentin në atë kohë. A keni mbështet financiare? Po ama ka dështu, apo ka qenë qeveri dikush tjetër? Ka qenë qeveri dikush tjetër, nuk e di a është mbështet. Unë po flas për këtë. Nuk është problemi te parja, rezultati aty. Problemi është që nuk ka pas koordinim të mjaftueshëm. Komunat e kanë të drejtën me menaxhu shkollat edhe sistemin për aq sa kanë kompetencë. Përndryshe, mësimi gjithditor duhet me qenë politikë nacionale, mu rregullu edhe baza ligjore, edhe me u siguru fondet. Kjo është diçka që edhe këto normalisht që ndërtohen me strategji, me studime, me shihen ku janë. Gjithmonë është mirë me nis edhe me e mbajt e komuna e Prishtinës, me që ka pas buxhet, edhe i ka pas hije me bo një projekt serioz, është dashur veç me u mbështet për Ministrisë së Arsimit. Dhe për këto nuk ka rëndësi, unë e di sa herë kam kërkuar ndihmë dhe çfarë mbështetje kemi marrë, se s'kemi marrë asnjë vizitë. Ju folni për aktivitete ekstrakurrikulare, ju nuk e dini që 13 lloje aktivitetesh ekstrakurrikulare janë të parapame në programin. Që ka qenë kompetenca dhe është absolutisht shumë mirë e organizuar. Okej, koha, Arsim. Jo, ligj ka për këtë punë. Jo, mbështetje pra, buxhet, m'fal. Edhe mbështetje keni pas. Mirë keq, edhe mbështetje keni pas. Për këtë që tash e keni. Konkretisht. Keni arrit mi bon. Jo, konkretisht veç Prishtina me mjete vetanake, asnjë cent për qeverisë ka marrë. Mbështetja nuk është çdo herë, domethënë ti ndon buxhet në bazë nevojave dhe kërkesave të secilës. Po bë kërkesa për tabela digjitale, për plot kërkesa tjera. Për çdo sanini. Jo, këto këtë vetë kena bë. Po jo, s'është. Kohën kur kam qenë unë Teuta, koha e Teutës. Tabela digjitale. Jo, për mësim të ditur.